konferenca për shtypje kryeministrit, me thënë drejtën dhe unë po prisja në një lajm. Lajm nuk ka, është lajm i vjetër. Është politika e stërvjetër e provokimit. Provokimit dhe delegitimimit të opozitës, institucionit themelor të demokracisë, që ka patur, ka dhe do të ketë gjithmonë për detyrë pavarësisht se kush është në opozit, kontrollin e qeverisjes. Dhe në rastin konkret, ruajtjen e sistemit të reformuar të drejtësisë nga duart e qeverisë. Nga duart që duken, dhe ashtu siç u thash të hënën e kaluar pas takimit me kryeministrin, nga duart që nuk duken, që janë dhe specialiteti e Edi Ramës. Pyetja është, a e ka ftuar Edi Rama Armando Prengën të vijë të votojë për kapjen e drejtësisë? A do vi me pistolet apo pa pistolet në sallën e kuvendit? Me gëzhoj në xhep apo jo? A e ka ftuar Arben Dokën që të vijë të kap drejtësinë apo nuk e ka më deputet? Sepse ajo që Departamenti i Shtetit, duke e përmendur me emër si turp që Edi Rama ka bërë deputet një person të dënuar për prostitucion dhe rrëmbim personi. A e ka ftuar Mark Frokun të votoj planin e tij për kapjen e drejtësisë? Apo i është nisë për Belgjik, sepse ka probleme me drejtësinë për vrasje? Po kokdhimën. A e ka ftuar të votoj nën këmbët e tij projektin për kapjen e drejtësisë, apo e kapi drejtësia në flagrancë duke shkelur kushtetutën? Po Artur Bushi, Ervin Roshi, 10 person të tjerë, a i ka ftuar, apo i çoi nga deputet kryetar bashkie? Ky pra, që pikon krim dhe korrupsion nga çdo qelizë dhe pore, sot kërkon të bëjë reformë drejtësi me plan për kapjen e saj. Për çfarë do drejtësinë me kaq ngulm? Pse nuk i mjafton pushteti që ka për disa muaj? Është shumë e thjeshtë. Sepse zullumi që ka bërë këto 3 vite është shumë i madh. Dhe ai e di vetë. Me një drejtësi të pakapur nga ai nuk do të flinte asnjë natë i qetë Edi Rama as në Sarajt e tij, Surrel. Asnjë natë nuk do të flinte i qetë kampioni i tij korrupsionit Ilir Beqa, nëse drejtësia do të ishte e pakapur. Asnjë orë gjumë nuk do të bënte dot Sajmir Tahiri i ngjyrë në çdo xhiris kriminal në vend, nëse drejtësia do të ishte e pakapur. Asnjë orë gjumë s'do të bënte as Beni Çarteve. Madje do të mendonte të kapte avionin më të parë, nëse drejtësia do të ishte e pakapur. Pagjumësi e thellë do të ishte edhe për Damianin, e vjedhjes shekullit me aferën e Qezit. Dhe shumë ministra, zyrtar, drejtor dhe oligark të qeverisjes më të inkriminuar në 25 vite. Do humbisnin gjumin një herë mirë, sepse hija e zullumeve dhe e krimeve që i kanë bërë të rrotullohen në kokën e tyre, do t'i linte pa gjumë ndaj e duan me çdo kusht drejtësinë e kapur. Nuk do t'ju a japin. Kurse si. Edi Rama nuk do ta ketë kurrë votën e opozitës për një drejtësi të kapur e të kontrolluar, me duar që i duken apo me duar që nuk i duken. Por një drejtësi të pakapur, po, e duam, e kemi dashur. E deshëm dje, e duam sot, e do ta duam për gjithmonë. Vendi ynë nuk ka nevojë për provokime të ulta që tregojnë vetëm destabilitet mendor dhe politik të kryeministit dhe të qeverisë së tij. Vendi ynë nuk ka nevojë për vija të kuqe as për politikanë që thithin bardha. Vendi ynë ka nevojë për një dritare shprese. Ka nevojë për një dritare shprese për ekonominë që po lëngon, për pasigurinë që është ulur këmbë kryq, për varfrinë që ka kapur mijëra familje përfyti, për një klimë të shëndosh biznesi, që të hapen e jo të mbyllen bizneset, bashkë me vendet e punës. Ka nevojë për perspektivën europiane dhe prandaj Partia Demokratike u investua prej fillimit për një drejtësi të pakapur politikisht. Luftuam dhe fituam betejat tona për byron kombëtare të hetimit. Ju kujtohet gjithëve. Ju kam thënë shqiptarëve prej fillimit që nuk do të pranoja kurrë një byro të hetimit në Edi Ramën dhe Sajmir Tahirin, dhe sot nuk e kemi të tillë. Fal punës tonë, fal këmbguljes tonë, fal investimit tonë, fal fitores tonë
dhe tërheqjes nga i projekt Ogurzi me sankcionimin e qëndrimit tonë drejt nga Komisioni i Venecias. E kështu fituam jo një apo dy, po plot 38 betejë me oligarkinë dhe regjimin e korruptuar dhe kriminal të Edi Ramës që donte ta fuste drejtësinë në xhep. E vërtetë është, kishim 10 apo 12 çështje të tjera, jo të kapjes politike, po të arkitekturës dhe eficiencës së sistemit. Nuk jemi të lumtur, që drafti nuk i reflekton këto. Por detyrën tonë, detyrën time si kryetari i opozitës për mos kapjen politike kam kryer, edhe pse detyrën time si jurist nuk e ndjej të plotësuar me cilësinë shpesh çaluse të draftit. Por hoqëm dorë nga të gjitha pikat e tjera që nuk kanë të bëjnë me moskapjen politike, pikërisht që Shqipërisë t'i ofrojmë një dritare shprese. E mundësisht rekomandimin pozitiv për negociatat. Perspektivën europiane, që është identiteti im politik, që për ditës parë në shërbim publik. Por zgjidhja vonon sepse Edi Rama nuk heq dorë nga projekti i tij i kapjes politike. Don të kontrolloj vettingun, me duart e tij apo me duart që nuk duken. Dhe sot në gjithë logore përsëri refuzoi të përgjigjej pyetjes time, pyetjes faktorit ndërkombëtar. Pse nuk pranon rekomandimin 88 të Komisionit Venecias? Zgjidhja është aty, e plot dhe e qartë. A mos mendon vallë se Komisioni Venecias bën duan e Partisë Demokratike? A ka shqiptar ta besoj se ti e don drejtësinë më të pavarur, se sa trupa më e përzgjedhur në Europë, nga e cila marrin këshill çdo kryeqytet i Europës për reforma kushtetuese? Nëse jo, pse nuk e pranon? Vetëm dhe vetëm sepse shkatron përfundimisht projektin tënd të kapjes politike. Nuk ka nevojë të lexosh në anglisht. Lexoju as shqiptarëve. Nëse palët në procesin politik nuk pranojnë shumicën e cilësuar të kërkuar për anëtarët jo gjyqtar të 4 institucioneve të reja, ata mund zgjedhin një sistem proporcional që garanton përfaqësimin e opozitës në organet kolektive ose çdo model tjetër të përshtatshëm që do të siguronte ndikimin e opozitës në procesin e përzgjedhjes. Jo sepse duan Lulzim Bashën, por sepse duan opozitën. Opozitën sot dhe nesër. Opozitën drejt cilës po çon Partinë Socialiste. Sepse është një instrument i domosdoshëm i kontrollit në demokraci. Vendi nuk ka nevojë për retorikë provokuese. Se përndryshe do të kisha kthyer përgjigje për abuzimin e tmerrshëm që bëre, me disa nga ngjarjet më të rënda që rëndojnë ndërgjegjen tënde. Por sot, me përgjegjësitë që kam marrë para qytetarëve shqiptarë si kryetari i opozitës dhe alternativës për nesër, të ftoj të reflektosh, të qetësohesh. Partia Demokratike dhe unë jemi gati në çdo moment të japim Shqipërisë një drejtësi të pakapur politikisht. Mjafton që ti të heqësh pengesën e vetme dhe të pranosh plotësisht dhe jo pjesërisht rekomandimin 88 të Komisionit të Venecias. Faleminderit.